Presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta shpreu keqardhje për situatën e ish-presidentit francez Sarkozy me drejtësinë, por u shpreh qetë për fatin e tij, duke theksuar se në Francë mbizotron ende ligji sipas konventës europiane dhe prezumimi i pafajësisë. Meta rikujtoi edhe rastin historik të Avni Rustemit, i cili u lirua nga drejtësia franceze pas 105 vitesh, duke konsideruar veprimin e tij si një zgjidhje politike të pashmangshme për mbrojtjen e shtetit. Ish-presidenti kritikoi në mënyrë të ashpër sistemin e drejtësisë në Shqipëri, duke i quajtur narkodrejtësi dhe duke përmendur abuzime dhe manipulime të supozuara nga institucionet e drejtësisë, si dhe dështimin e SPAK për tetuar aferat e mëdha financiare dhe korrupsionin. Duke shkruar këto radhë, mos kujtoni se jam i hatërmbetur për mënyrën mafioze se si narkoshteti më rrëmbeu mua si personën e tim në projekt të zgjedhjeve parlamentare. Përkundrazi, jam krenar sepse jo vetëm mënyra mafioze e rrëmbimit, por edhe hetimet mafioze që i paraprim prej gati 6 vitesh ati akti banditesk, provuan atë që kisha denoncuar me kohë edhe si presidenti i Republikës, kapjen e drejtësisë së re dhe shndërrimin e saj nga reforme 140 vota, sipas Komisionit të Venecias, në rama forme 69 vota dhe betime e gjykatësisht tek noterja Telana, shkruan Meta nga Qelia. Ai theksoi se Shqipëria ndodhet larg standardeve të drejtësisë europiane, duke krahasuar rastin e Sarkozy me situatën e brendshme të vendit.